Përshëndetje miq të Prizmës. Sot është 3 tetor. Dhe sigurisht ju do thoni çfarë ke gjetur për 3 tetorin. Në fakt 3 tetori është një ditë e mrekullueshme për Evropën, është një ditë madhështore për Evropën. Është për Evropën dhe është për kombin më të madh që ka Evropa, edhe si popullsi, po edhe si shtrirje gjeografike ose historike, si doni ju, është populli gjerman. Në 3 tetor të vitit 1990, ne, dëshmitarët e asaj kohe, nëpërmjet televizionit, nëpërmjet rajit, nëpërmjet televizioneve që kishin filluar të lejoheshin, pamë dhe bashkimin historik, ribashkimin historik të Gjermanisë. Kjo histori fillon nga çmenduria e një degradi filozofik, ideologjik dhe politik siç ishte ai Adolf Hitlerit edhe sigurisht nazizmit. Luftës dytë botërore, krimeve të mëdha dhe pastaj pushtimit të Gjermanisë masi u shkatruar dhe nga bombardimet edhe nga lufta, sidomos edhe mas krimeve të vetë, një regjimi të tillë kriminal, pushtimi pikërisht të gjithë Gjermanisë. Mirë, po nëse nga perëndimi vinin ushtrit e vendeve demokratike, nga lindja vite një regjim tjetër, vite regjimi komunist. Nëse dukej disi më i butë, ishte akoma më i ashpër, akoma më i keq për nga lufta e klasës dhe zgjatja në kohë. Sigurisht që edhe Gjermania do të hapësonte, dhe Gjermania më tepër se gjithë do të hapësonte. Jo thjesht vendet e lindjes që ranë në ndikimin e perandorisë tashmë të kuqe. Vdiq mbaroi një ideologji vrastare, kriminale si ajo e nazizmit, dhe ra një klik psikopatësh, terroristësh si ajo e Adolf Hitlerit, Himmlerit, dhe të tjerëve mas tyre. Po ndërkohë erdhi një klik tjetër ideologjike, po kaq kriminale, po kaq e ashpër, po kaq jo e njerëzishme, me po të njëjtat pothuaj mënyra në mos më të sofistikuara, më brutale për sa i përket edhe shtrirjes në kohë, me kampe përqendrimi, me një ideologji e cila futesh deri në shtëpi, e cila futesh brenda vllajt dhe motrës, brenda nënës dhe djalit, brenda babait të shtëpisë dhe vetë shtëpisë, brenda familjes, shkatronte besimin, religionin, deformonte kulturën, deformonte punën, deformonte pronën, deformonte gjithçka që njerëzimi kishte arritur deri në atë kohë, duke përdorur sigurisht punën, mendjen. Ishte një praktikë e cila tentonte të thoshte që ka një ideologji komuniste, po kishte deformime të jashtëzakonshme, të cilat kishin filluar që me Leninin dhe ishin shpartalluar, kriminalizuar me Stalinin. Dhe bota po kthehej ashtu si kundër dhe ne në Shqipëri, po thuaj gjitha e tillë, diku më pak, diku më shumë, sipas edhe zhvillimit të kombeve, po kjo fatkeqësi i ra edhe Gjermanisë, gjysmës, i ra Berlinit. U nda nëpërmjet fuqive në 4 pjesë, dhe më në fund vitet 60, dhe mbas viteve 60, si Berlini dhe Gjermania lindore u rrethua me mur. Sigurisht perëndimi do bënte punën e vet, demokracia do të bënte punën e vet, do të bënte përparimin, ndërsa aty ishte ideologjia, aty do ngrihesh në lapidarin më të lartë Stasi, ose sigurimi i shtetit, si këtu ke ne. Do ngrihesh në lapidar spionimi, do vendosesh ai muri i turpshëm i cili ndau Gjermaninë.
do të merrin të drejta studimi vetëm njerëzit e klasës edhe ato që urdhëronte se ishin të mirë biografikisht. Stasi do uniformizohej mendimi, do kishte po të njëjtat pallto, po të njëjtat pardesy, po thuaj si kene, do ndaloheshin stacionet e huaja, të shifeshin dhe kusht huaja, ato gjermane, të vëllezërve të tyre. Ndahesh vllai me vllan me mur. Ndahesh i njëjti komb, e njëjta ADN, e njëjta gjuhë, pavarësisht ndryshimeve që ka lindja me perëndimin në Gjermaninë e Madhe. Ashtu si kundër ka edhe veriu me jugun në Shqipëri. Ose atë që quhet Shqipëri etnografike, etnike. Por ishin një komb, ashtu si kundër jemi ne, ishte një ADN, ashtu si kundër flasin një gjuhë, ashtu si kundër flasim ne. U bë një masakër ideologjike dhe u bë një masakër, sidomos njerëzore. U vran njerëz në kapërcimin e mureve, duke gjetur mënyra për të larguar, u persekutuan, sepse thonin që kështu nuk jetohet mirë, kemi këto mungesa, kështu nuk punohet, kjo nuk është e drejtë. Si që kanë zakon Gjermanët, u deformua për disa dekada mendimi estetik dhe politik i një kombi fantastik si që është kombi Gjerman. Mirë deformimi që pësuan pak me dëshirë, pak duke mos e kuptuar derisa ranë në një fatkeqësi të jashtëzakonshme duke krijuar luftën e dytë botërore dhe duke mbajtur një klik kriminale si ajo i Hitlerit. Po tani duhet të mbahen edhe fotografinë e Stalinit me mjekër dhe më vonë do nxirrin edhe tyret, siç ishte një njeri mediokër, i stër stalinizuar dhe indoktrinuar si Honeckeri. Gjermania vuante, Gjermania lindore vuante për të qenë e lirë. Ishte ndarë nga kombi. Janë fantastike mënyrat e arratisjes dhe janë fantastike mënyrat e spionimit dhe kriminalitetit Stasit. Ne themi nganjëherë që sigurimi i shtetit nuk ka bërë asgjë çfarë ka bërë Stasi në tortura, në përpunime psikologjike dhe fizike në Gjermani. Çfarë i ka bërë kombit gjerman? Sepse Gjermania lindore ishte pjesë themeluese e kombit gjerman. Edhe në kohë principatash, edhe në kohë mesjetës, edhe në kohë lashësisë. Ishte një fatkeqësi e jashtëzakonshme. Përderisa erdhi një moment bashkë me perestrojkën e bashkë me glasnostin e famshëm, ndërhyrjen e jashtëzakonshme, gjermanët prandaj e duan Gorbachevin, sepse dakord bëri që të shpartallohesh në një farë mënyrë ajo perandori e kuqe e Kusit, e krijuar nga Partia Komuniste e Bashkimit Sovjetik, por ndikoi në mënyrë të veçantë në hapjen e Gjermanisë, në bashkimin e saj, në vitin 89 dhe 90. Në momentin kur klika komunistëve, sidomos atyre të indoktrinuarve, të cilët ishin anash me njerëz që po e kuptonin se ç'po ndodhte, liruan edhe kufirin. Dhe ju patjetër ju kujtohen ato pamjet e famshme me trabantet, ato makinat e vogla gjermano-lindore me 3 pistona. Sot po të kesh një prej tyre kushton 10.000, 15.000, 20.000 euro. Ju kujtohen ifat e dikurshme, ato makinat që shpërndanin bukën ishin gjermano-lindore dhe kene. Punonin të shkretët, po punonin në mungesë të lirisë. Dhe ne na kujtohen të gjitha ato hypjet në mur, goditjet e murit, rrëzimin e murit, i cili ishte turpi më i madh midis Gjermanive të ndara padrejtësisht edhe midis Evropës. Ajo në fakt ishte pjesa ku vërtetohej ndarja e Evropës. Dhe mua gjithmonë mbi në mend pamjet fantastike të një presidenti fantastik, trim, po njëkohësisht edhe të mençur, siç është John Fitzgerald Kennedy. Një Amerikani i cili shkonte muri i Berlinit dhe thotë unë jam një berlinez. Dhe nëse do ta shihni përparësinë
e përsinë e rendit demokratik e shikoni në Berlin. Nëse ta shikoni kulmin e një kombi, zhvillimin e tij e shikoni në Berlin. Ju dha leksione kopukve, zyrtarëve me kostume të shëmtuara, të asaj klike dhe me komunistësh, por renegatës të komunizmit dhe aprofitatorëve, antarëve të Leverdis, të cilët të zhvilluan më vonë edhe kene, që rinin aty me ato ftyrat e ngrysura edhe shikonin lulëzimin e perëndimit dhe degradin, mungesat, privacionet e jashtëzakonshme të pjesës tjetër të kombit gjerman, i cili ishte njësoj. Gjithsesi vim në ditën e 3 tetorit ku zyrtarisht Gjermania ribashkohet. Është dita e unifikimit të saj. Është dita e mrekullueshme e bashkimit të dy Gjermanive të ndara padrejtisht nga ideologjitë. Është një ditë e madhe për Evropën, është një ditë e madhe për ne shqiptarët që nuk kemi akoma mend. Është një ditë e madhe e cila duhet frymëzoj jo thjesht klikat politike që ka Shqipëria me Kosovën. Nuk kanë elita politike, kanë klika politike. Shqiptarët më vjen keq ta them këtë, nuk formojnë dot elita politike. Elita politike nënkupton që punon për kombin. Ne nxjerrim klika politike. Si ne dhe Kosova. Më vjen keq që e them këtë punë. Nuk kemi asnjë dallim nga Gjermania. Është e sigurt që kemi qëndruar shumë dekada të ndarë, por kemi të njëjtën gjuhë. Kemi të njëjtën ADN. Nuk jemi slav. Kemi të njëjtën kualitet të një race të veçantë e cila nuk ka lidhje me komshitë tanë. Dhe 3 tetori 1990, ky 3 tetori ribashkimit të Gjermanisë duhet na bëjë të kuptojmë se çdo më thënë kombi. Sa i madh dhe sa i fortë je kur ke kombin. Ne sot mes Kosovës dhe mes Kosovës dhe Shqipërisë nuk duhet kishim tarifa. Duhet kishim jo vetëm rrugën, po duhet kishim edhe trenin. Sot duhet kishim sistemin arsimor të përbashkët, sistemin kulturor të përbashkët, taksat, tatimat, të gjitha të përbashkëta. Duhet i përgjigjeshim të gjithëve në mënyrë financiare dhe ekonomike të përbashkët. Sigurisht duhet të kishim edhe portet e përbashkët, plazhet siç i kemi të përbashkëta, mendimet e përbashkëta, për të ardhur në ditën e famshme, e cila sigurisht duhet vinë nëpërmjet një ambicioni normal, siç kanë vëllezërit me njëri tjetrin, siç kanë familjet me njëra tjetrën, siç ka raca me veten e saj. Por që duhet ju përgjigjim atyre të cilët na kanë ndarë gjatë gjithë kohës. Dhe kjo është kryesorja. Dhe për këtë na fton 3 tetori i ribashkimit të Gjermanisë. Që të largohemi nga klikat dhe të formojmë elitokraci. Elitokraci që i shërbejnë kombit, i shërbejnë shtetit, jo klikat që e vjedhin, e grabisin, e mbysin, prishin vllain me vllain, prishin familjet me njëra tjetrën, shkatrojnë fenë, shkatrojnë kulturën, atë dhe. E ne kemi pasur klika. Klika në Shqipëri, klika në Kosovë. Ne kemi shumë vite, po flas për demokracinë, 3 dekada, 30 vjet që kemi vetëm klika. Kemi filluar me Sali Berishën e po përfundojmë me Edi Ramën. Të gjithë të tjerët mes tyre dhe ata që pretendojnë të vinë nesër janë klika, nuk janë elitokraci. Nuk përfaqësojnë dhe nuk kanë mendimin e kombit, kanë vetëm interesat e tyre. Elitokracia, elitat politike, elitat e kombit përfaqësojnë kombin, punojnë për kombin. Më vjen keq, po kështu është edhe në Kosovë. Për këtë desha të kujtoj 3 tetorin
për këtë desha të kujtoj ribashkimin e Gjermanisë. Rrov Gjermania, rrov Shqipëria, rrov kombi shqiptar.